Zonja dhe zotërinj, gati sa nuk vendosa të mos vija sot. Dje një ushtar britanik u therr me gjakftotësi në rrugët e Londrës nga islamistët që bërtisnin në Allahu Ekbar. Njëri prej tyre i tha publikut britanik: "Ju njerëz, nuk do të jeni kurrë më të sigurt. Pse unë, një baba i martuar me 4 fëmijë, duhet të marr rrezikun e vënies në pikpyetje të fesë, të paqes, në një debat publik që do të filmohet dhe padyshim do të shfaqet në internet?" Kam takuar Ayan Hirsi Ali, e cila u detyrua të jetonte e fshehur dhe më pas të largohej nga Europa, pasi miku i saj Theophan Guf pësoi të njëjtin fat si ushtari në Amsterdam. Kam takuar historianin Benny Morris, i cili u sulmua jashtë shkollës së ekonomisë në Londër nga student musliman vetëm sepse ishte Izraelit. Kam miq britanik që janë detyruar të transferohen në një stret të sigurt, me porta të larta, për shkak të kërcënimeve të ngjashme. Por unë kam ardhur pikërisht sepse nuk dua të jetoj me frikë në një vend të lirë, në vendin tonë. Nuk dua që ky universitet i madh, universiteti ynë, të bëhet një vend ku akademikët friksohen. Nuk dua që liria e fjalës të vdesë në tokën që i dha këtë liri të çmuar pjesës tjetër të botës, duke përfshirë shumë nga 56 shtete që e quajnë veten islamike. Nuk dua që gratë muslimane të durojnë tiraninë në shtëpi. Sondazhi i Pew zbulon se më shumë se 90%, nga 1.5 miliard musliman në botë, besojnë se gratë duhet të binden gjithmonë burrave të tyre. 90%. Më herët sot, mora pjesë në funeralin e një miku të dashur, profesor Geza Vermes, një burr karriera jashtëzakonshme e të cilit tregon se çfarë do të thotë liria, dhe pse duhet të luftojmë për ta ruajtur atë këtu në Oxford. Vetëm sepse ai, ndryshe nga prindërit e tij, i mbijetoi Holokaustin në Hungari, ai erdhi këtu për të themeluar disiplinën e studimeve hebraike. Geza u fsheh prej nazistëve nga kisha dhe pas luftës u bë prift katolik. Por më vonë kritikoi qëndrimin e kishës ndaj cilindrave të detit të vdekur, të cilat ai këmbënguli se duhet i viheshin në dispozicion botës akademike, pavarësisht implikimeve të tyre për origjinën e krishtërimit. Në të vërtetë, ai u bë një ekspert kryesor dhe ishte i pari që i përktheu ato në anglisht. Më vonë, ai la priftërinë për të martuar dhe vendosi të kthehej në rrënjët e tij hebraike. Këtu në Oxford, Geza filloi të hetonte atë që ai e quante Jezusi hebre, jo biri i Perëndis, apo edhe themeluesi i krishtërimit, por një predikues karizmatik hebre. Geza sfidoi ortodoksinë e krishterë në çdo pikë. Megjithse pak para se të vdiste, ai gjithashtu tronditi rabinët ortodoks duke treguar në një artikull për Standpoint, revistën jo shumë të krahut të djathtë që unë redaktoj. Tha çra, se kryqëzimi ishte ndërshkim i përdorur nga sundimtarët hebrejnë, si edhe nga ata romak, me një këmbë në kampet hebraike dhe tjetrën tek ato të krishtera. Por pa detyrim ndaj asnjërit, Geza zgjeroi njohuritë tona për botën e Jezusit më shumë se kushdo tjetër në kohën tonë. Jam dalur në karrierën e tij, karrierën e Gezës për një arsye të thjeshtë. Asgjë nga kjo nuk do të kishte qenë e mundur në asnjë vend islamik. Ndryshimi i tij, i fesë do të ishte trajtuar si apostazi pavarësisht faktit se Kurani sugjeron vetëm, dhe vetëm Kurani sugjeron se një apostat do të vuajë në botën tjetër. Sipas ligjit të Sharias, është një vepër penale me vdekje dhe shumë vende me shumicë muslimane në fakt vendosin dënimin me vdekje. Sondazhi i fundit i Pew sugjeron se shumica e muslimanëve në mbar botën pajtohen me këtë dënim drakonian. Edhe më keq, do të ishte në sytë autoritetit islamik hetimi i Gezas për Jezusin, nëse ai do të ishte përpjekur të aplikonte të njëjtat metoda moderne shkencore ndaj profetit Muhammed në një vend islamik. Ai me siguri do të ishte ekzekutuar për blasfemi si jo musliman, ose për apostazi nëse do të kishte qenë musliman. Një shembull i kohëve të fundit ishte një dietar i shuar islamik në Sudan, Mahmud Taha, i cili u ekzekutua për apostazi vetëm sepse paraqiti islamin si një fe paqeje, duke u mbështetur në thënjet më pajtuese të Muhamedit në vend të doktrinave luftarake që ai më vonë përvetësoi. Jo vetëm që një intelektual me mendje të hapur si Geza nuk do të kishte vend në një vend islamik, por një universitet si Oxfordi në të cilin liria e kërkimit në gjithçka, përfshirë islamin, nuk është thjesht e lejuar, por e detyrueshme, nuk mund të ekzistonte. Nuk ka universitete në këtë kuptim në botën muslimane dhe studimi akademik i islamit dhe veçanërisht i themeluesit të tij është penguar nga shtypja që i bëhet kërkimit të lirë intelektual. Tani, si ndikon kjo mungesë e lirisë së fjalës dhe kërkimit në çështjen që po debatojmë sonte? Sipas mendimit tim, është thelbësore. Islami ka potencialin të jetë një fe paqeje, por do të duhet të evoluojë shumë nëse dëshiron realisht të bëhet një fe paqeje. Islami nuk mund të evoluojë nëse autoritetet muslimane, si fetare ashtu edhe laike, nuk lejojnë liritë që ne në Perëndim i marrim si të mirëqena. Liria e fjalës, liria e shtypit, liria e ndërgjegjes. Sigurisht, këto liri shkojnë së bashku me parime të tjera themelore që mungojnë në vendet islame.
barazia para ligjit, të drejtat civile dhe politike, demokracia kushtetuese, liria ekonomike, ndarja e kishës ose xhamis nga shteti. Të gjitha këto ide dolën në perëndim, sepse tradita judeo-kristiane ka evoluar gjithmonë në periudhat klasike dhe mesjetare të rilindjes, dhe iluminizmit, akoma ende po evoluon edhe sot. Si katolik, duhet të pranoj se vetëm gjatë jetës sime kisha e përshtati mësimin e saj mbi hebrejt, nga armiq në vëllezër. Dhe për të siguruar që 1.2 miliard katolikët të mund të shihnin se kisha e dëboja antisemitizmin në praktikën e saj, si dhe në predikimet e saj, pap të njëpasnjëshëm kanë bërë çmos për t'ju afruar popullit hebre. Sa shumë e ndryshme është situata në Islam, ku hebrejt dhe të krishterët kanë lejuar rinterpretimin e Biblës. Studiuesit musliman kanë këmbëngulur që Kurani, si fjala e pandërmjetësuar e Allahut, nuk mund të rinterpretohet. Pavarësisht kësaj ngurtësie, Islami evoluoi në shekujt e tij të parë, por që nga periudha mesjetare, ai ka kaluar në përval të njëpasnjëshme fundamentalizmi që synojnë të zhbëjnë besimin në pastërtinë e tij origjinale dhe ta imponojnë atë, nëse është e nevojshme, me forcë, mbi pjesën tjetër të botës. Ne po jetojmë sot një valë të tillë, e cila përfshin degët vehabiste dhe salafiste të Islamit sunit dhe ati shi të frymëzuar nga Irani. Emri i përgjithshëm që u japim këtyre lëvizjeve është islamizëm ose islam radikal. Në vend që të theksojnë elementet e mëparshëm mëpaqësor në mësimet e Muhamedit, siç është kushtetuta e tij e Medinës, e cila u dha të drejta të barabarta hebrejve, të krishterëve dhe paganëve, islamistët theksojnë doktrina të mëvonshme, të tilla si ndarja e botës në Darul Islam dhe Darul Harb, shtëpia e Islamit dhe shtëpia e luftës. Me sa duket, po jetojmë në shtëpinë e luftës ose në zbatimin drakonian të ligjit të sheriatit. Të pakënaqur me përpjekjen për të konvertuar jo muslimanët, islamistët theksojnë detyrimin për të kryer xhihad, që kuptohet si luftë e shenjtë, përfshirë terrorizmin. Siç e pam dje në Uliç, ose disa javë më parë në Boston, Islami radikal nuk është vetëm një kërcënim në botën muslimane, por edhe këtu në mesin tonë. Në fakt, është kërcënimi më i drejtpërdrejtë për qytetërimin perëndimor në botën e sotme. Nuk mjafton. Jo, më vjen keq. Nuk mjafton që apologjet musliman të tregojnë deklarata keqardhjeje pas sulmeve terroriste. Ata duhet të pranojnë të vërtetën për të kaluarën dhe të tashmen e tyre. Diskriminimin dhe mizorinë ndaj jo muslimanëve, grave dhe skllëvërve që e kanë karakterizuar Islamin që nga fillimi i tij. Mufti Hasan është një përjashtim. Më vjen keq. Në një artikull të guximshëm dhe të jashtëzakonshëm në New Statesman, ai zbuloi atë që e quajti sekretin ton të vogël të ndyrë, se antisemitizmi në komunitetin musliman është citat rutinë dhe një mohi më pas si citati. Ishte e guximshme sepse muslimanët kanë arsye të frikshme për të friksuar nga hakmarrja e të folurit hapur. Dhe ishte e jashtëzakonshme sepse shumica e muslimanëve e mohojnë, të inkurajuar nga nocioni dëmprurës islamofobisë. Për shkak të këtij nocioni, policia dhe autoritetet e tjera e mohonin përdhunimin dhe shfrytëzimin e vajzave këtu në Oxford, një e keqe që u zbulua vetëm në gjyqin e tyre të fundit. Por çfarë sekretesh të tjera të vogla të pista mund të donte të pranonte Mufti Hasan? Cilët të tjerë musliman, të paktën të bindjes radikale, janë të prirur ta shpallin privatisht? Çfarë thonë ata për të krishterët dhe jo muslimanët e tjerë, përfshirë ateistët? Po për homoseksualët ose gratë, veshja ose sjellja e të cilave është jo islamike? Ne e dim se çfarë u bëjnë shtetet islamike të gjithë këtyre dhe shumë kategorive të tjera të njerëzve. I persekutojnë dhe i vrasin ata. Ata pretendojnë autoritetin e Islamit të Kuranit, hadithit, sheriatit dhe dietarëve të tyre kryesor. Unë e di që ka dietar të tjerë që sfidojnë islamistët. Pata nderin të takoja të ndjeri Zaki Badavi, themeluesin e Kolegjit Musliman, i cili luftoi kundër fluksit të imamëve të financuar nga Arabia Saudite në xhamit britanike, i cili luftoi për integrimin e muslimanëve dhe i cili denoncoi fetvan kundër Salman Rushit. Por më vjen keq, Badavi i humbi të gjitha këto betejë. Roli i tij udhëheqës është shfrytëzuar nga Tariq Ramadan, i cili mban një karrige këtu në Oxford dhe vjen nga një traditë shumë e ndryshme, ajo e vëllazërisë muslimane, pararoja e islamizmit. Të them të drejtën, profesor Ramadani është një ujk islamist i veshur me lëkurë deleje. Kujdes prej tij. Një fepaqeje duhet të praktikoj atë që predikon. Mjafton të shikosh lajmet për persekutimin, luftën dhe terrorin nga bota muslimane dhe më gjerë, për të kuptuar se ajo fepaqeje tingëllon boshe. Paqja nuk ofrohet për pjesën tjetër prej nesh, përveç se me një çmim të papranueshëm. Çmimi i nënshtrimit. Nënshtrimi ndaj islamistëve që gjithnjë më shumë dominojnë bashkëqytetarët e tyre, musliman në të gjithë globin. Një nga terroristët e Uliç u tha atyre që e shikonin se kreu masakrën,
se donte t'i bënte trupat e tyre që të jetonin në paqe. Ndërkohë që sapo kishte masakruar njërin prej tyre, sapo kishte masakruar një trup. Kjo nuk është vetëm vrasje, kjo është tradhti. Derisa të pastrohet nga radikalet që predikojnë në emër të tij, derisa të ndihemi përsëri të sigurt në rrugët tona, Islami nuk meriton ta quajë veten fe paqeje. Ju bëj thirrje ta kundërshtoni këtë mocion. Mast Channel. Please subscribe.